Në fshatin Kurcaj të njësisë administrative Nikël, çdo pëllëm tokë është e gjallë, banorët e kanë jetën të lidhur me tokën dhe blegtorin. Në arat e tyre kultivohen fruta dhe perime nga më të ndryshmet, ndërsa në oborit e shtëpive gjenden edhe bagëti, të cilat sigurojnë të ardhura për familjet. Një prej këtyre fermerëve është Agron Muka, një fermer i cili ka zgjedhur të mos lërë asnjë copë toke djerë. Në baçën e tij gjenden thuajse të gjitha llojet e perimeve dhe zarzavateve, ndërsa përkujdeset me përkushtim edhe për udhënjt. Agroni tregon se prodhimi është i bollshëm, si në sera, ashtu edhe në ar, por shqetësimi është i përbashkët për të gjithë fermerët e zonës. Mungesa e tregut, puna është e lodhshme, investimet janë të mëdha, por prodhimet shpesh mbeten pa ushitur ose ulen në çmime që nuk justifikojnë as mundin e punës. Gjitha degja, të domatet e heshme, të sera, ne kena mill degja. Po që do? Po ku ta qoj? Po këta? Ku ta qoj? Ku ta shes? Po tjetërin? Por e originale, ku të shesim? Po s'ka treg, nuk ka zhvillim, nuk ka treg. Kjo është hide, ose qim, ne e thona qim. E kom nga fshati im, kur arisha. Ja, një, dy plan. Kjo është originale që është me prodhim. Që do, ja, tjetëri, ja. Kjo me gjem, kjo pa gjem. Ja, kjo pa gjem. Ku ta qoj ta? Tregu i don, po ku t'i shesim, ku t'i qojmë, ku t'i arrim. Ja. Ku t'i originale, pa plera, pa kimikate, pa... Nuk e di, ose di, po tregu si don. Një tjetër hall i përhershëm është uji i vaditës. Fshati nuk ka një rrjet vaditjeje, ndaj fermerët janë detyruar të investojnë nga xhepi për të nxjerrë ujin me sonda, por dhe kjo zgjidhje nuk mjafton për të mbuluar të gjithë sipërfaqen e tokave. Kurcaj ka tokë të begat dhe njerëz punëtor, por pa një treg të qëndrueshëm dhe pa mbështetje për infrastrukturën bujqësore, puna e tyre mbetet peng i fatit.